Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, shefja e politikës së jashtme në Bashkimin Evropian, Kaja Kallas, nuk mbështeti deklaratat e kryeministrit Rama gjatë konferencës për shtyp se antarësimin do realizojë vetëm Partia Socialiste. Sipas kreut të demokratëve, deklaratat që bëhen nga kreu i qeverisë janë mashtrime. Ajo nuk investoi asnjë monogram në zotimet e Edi Ramës. I tha dhe tjetër që është nuk gjithë përfshirëse. Mbajti vendin e vetë dhe qëndrimin e vetë. U tha shqiptarëve, unë nuk kam punë me ato që thotë ky. Ata mashtrime të tij me fjalë tjera, po s'u thoshte mashtrime se kishën krah. Theksoi se partia që do të antarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian është Partia Demokratike nëpërmjet reformave dhe meritokracisë. Ylli polar i programit saj do të jetë integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i bazuar në reforma dhe merit. Partia Demokratike ka deklaruar dhe deklaron se ajo në pushtet do normal çdo reformë për të kapur çdo standard që kërkohet për integrimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Berisha u ndal edhe tek takimet në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, theksoi se informoi zyrtar të lartë për kapjen e drejtësisë dhe korrupsionin e qeverisë Rama. Isha zëri i të gjithë shqiptarëve. Zë që paraqiti grupe parlamentare të vërtetat mbi regjimin Edi Ramës, narkoshtetin dhe narkodiktaturën në Shqipëri. Më 11 prill në orën 19, Partia Demokratike do të hapë zyrtarisht fushatën për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa krahati do të jetë edhe drejtuesi i fushatës, Krisela Sivita. Do vi do jetë i pranishëm në një hapje të jashtëzakonshme. Unë nuk e kuptoj si i krijoni këta dyshime këto. Pak ditë para nisjes zyrtarisht të fushatës, Berisha zhvilloi edhe një takim me përfaqësues të OSBE ODIHR, ku ndau shqetësimet në lidhje me procesin elektoral.